Në një bisedë të heshtur dhe të ngarkuar me emocione brenda shtëpisë së Big Brother, Bia i bëri një pyetje të papritur Benitës, që shkaktoi një çast ndjeshmërie dhe reflektimi. Ajo e pyeti drejt për drejt, ke rënë në dashuri me Claudin? Benita heshti për një çast. Nuk e mohoj, por as nuk e pohon. Fjalët mbetën pezull në ajër, ndërsa tensioni midis tyre u ndje qartë. Nuk ishte vetëm një pyetje për një ndjenjë të fshehur, por një lloj testimi i sinqeritetit dhe i mënyrës se si ndjenjat mund të zbulojnë të vërtetën, edhe kur nuk thuhet drejt për drejt. Bia, duke ndjerë pasiguri dhe kuriozitet, e shtyu më tej bisedën. Nuk mundem, tha ajo. Duke treguar se nuk e përballonte dot të qëndronte me dyshime pa një përgjigje, po kur të dalim jashtë Big Brother, do ta them. Benita e dëgjoi me vëmendje. Nuk kishte reagim të menjëhershëm, por shikimi i saj tregonte përzierje emocioni, një pjesë dëshire për të folur, një pjesë frikë për pasojat. Ishte një nga ato situata ku ndjenjat nuk mund të fshihen lehtësisht dhe ku fjalët e thëna ose të pathëna peshojnë më shumë se çdo strategji loje. Ky moment nuk ishte vetëm për dy banorët që po bisedonin. Ai krijoi një presion emocional në të gjithë ambientin, sepse edhe pse biseda ishte private, të tjerët e ndjen tensionin dhe emocionin që vinte nga ai dialog. Shumë kush e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një pyetje e lehtë, por një hap drejt zbulesës së ndjenjave dhe një testi të sinqeritetit. Benita nuk foli, por veprimi i saj, heshtja dhe shikimi, tregoi se ndjenjat e saj janë reale dhe të ndërlikuara. Bia, nga ana tjetër, pranoi se nuk mund ta duronte më pasigurinë dhe vendosi të presë momentin jashtë shtëpisë për një konfirmim të plotë. Një vendim që tregon maturi dhe ndjenja reale, edhe në një lojë ku gjithçka tjetër duket e kontrolluar. Ky episod tregoi një herë tjetër se Big Brother nuk është vetëm lojë strategjike, por edhe një vend ku ndjenjat njerëzore, xhelozia, pasiguria dhe dashuria mund të shfaqen në mënyrë të papritur.